varet tash pe i që me thonë pe dashtis që ka vjera ndaj nusës, ose vjerën ndaj rejes e kështu me rrallë. Do hakimojnë gjithën nga skambja, nga fukarallakë, shumë qkafi mundet më lidh dhe të ndarja, ose për shembull ja gjon telefonin që ka shkru tjetër dashnore burrit sajna, që qëre halidoni që ka sahati, që ka për shembull dhe në fare se misi, mund më ndohë edhe në i kesh kuptim të shka, ose e ka po shoqen vetë me tjetër dashnore, ose në i telefonat, ose në i diçka mesazh, ose ato gjithë shka po ndohë dhe të largimi që me thonë e ndarjes të qiftet. Kjo fundit më bani përshtypje mas shumë ti. Edhe është diçka që edhe vetë e kom analizu dhe kom mendu edhe në kuadër të fakultetit e kom pas një hulumtim. Qysh ndikon rrjeti i Facebookut në raportet bashkëshortore. Edhe... Mon me ndohë më të reja me fazit të rrëja fjallë, më sa të rrëja mon me ndohë se dhe në përmes Facebookut, për shambull që i qkrunë, edhe i kur të me telefonin, ashtaj që i ngera telefonin, burre vetë është jashtë po vakia, është në zonë, esha një mesazh që ja ka që gruja për shembull, tjetër dashnore ka që burrit sajna në telefon, kjo shpejt, po e që të, kuna ky numër, kuna ky mesazh, kush është ky person, edhe këtu mund ndodhë shumë raste, po tash nuk jam mund e lidhësh mendimet e mia s'ka mund ndodhen, për shembull. Unë e vlerësoj